Relaksoni supet, relaksoni shtyllën kurrizore. Relaksoni muskujt e qafës, duart janë totalisht të lira mbi gjunjë. Relaksohet barku. Relaksohen muskujt e qafës. Relaksohen syt, qepallat e syve. Shtylla kurrizore drejt, por e relaksuar. Ndjeni frymarrjet. Relaksohen nofullat. Trupi është totalisht i lirë dhe i relaksuar. Frymarrjet fillojnë bëhen më të ngadalta, më të thella. E çdo frymëzjerje ne zhytemi akoma më thellë në një gjendje relaksimi. Dhe tani sillim në mendjen tonë në një situatë në jetën tonë e cila nuk është ashtu siç do donim të ishte. Ndoshta bëhet fjalë për sjelljen e një personi, ndoshta është një çështje shëndeti, ndoshta është një vesë juaj që doni ta largoni, një sjellje që nuk ju pëlqen e juaja. Ndoshta është një çështje emocionale, ndoshta është një çështje profesionale. Çdo lloj gjëje që të jetë, e cila kur e kujtoni ose kur ndodh, nëse është diçka që ndodh, qetësia juaj trazohet, lumturia juaj zvogëlohet. Pra zgjidhni një stimulim, një shkak, një gjendje që ju bën të ndjeni ndjenja jo të mira. Specifikoni situatën dhe ndjenjën. Me tani do shkojmë mbrapa, pasi keni zgjedhur situatën dhe ndjenjën. E do shkojmë shumë mbrapa në vite dhe dua të kujtoni një situatë të ngjashme ose një situatë tjetër e cila ju ka shkaktuar këtë lloj ndjenje. Shkoni mbrapa në vite
Dhe kujtoni kur jeni ndjerë në këtë gjendje të lloj ndjenje që nuk ju lë jeni vetvetja juaj. E tani vlerësoni ndjenjën nga 1 te 10, intensitetin e ndjenjës. Dhe tani le të pranojmë ndjenjën dhe le të pranojmë që ndihemi kështu. Le të pranojmë gjithashtu që mendja jonë ndihet kështu, nga bindjet, nga programimet që kemi marrë në moshën fëminore. Dhe le t'i pranojmë të gjitha këto që ndjejmë, me veten tonë le ta pranojmë kështu si jemi. Dhe tani le të bëjmë një kontratë me fëmijën e brendshëm që ndihet këtë lloj mënyre, me veten tonë të lartë, me nëndërgjegjen dhe me hynoren që të çlirohemi nga çdo paragjykim, nga çdo konkluzion i gabuar, nga çdo traumë, nga çdo memorie traumatike që nuk na lejon të jemi të lumtur, shëndetshëm. Pranoni kontratën nëse dëshironi. Dhe fillojmë tani me dorën e djathtë, masazhojmë pjesën e majt aty ku bashkohet supi me krahorin, duke afirmuar me zërin e brendshëm përsërisni afirmimet që unë do them. Çështja është që mos i bëni thjesht automatikisht, por t'i ndjeni ato që thoni. Sado që ndihem, sillen sipërfaqe ndjenjën, edhe pse ndodh, sillen situatën, unë e dua dhe pranoj veten time. 3 herë. Sado që ndihem, sillim ndjenjën, edhe pse ndodh, sillim situatën, unë e dua dhe pranoj veten time. E çojmë në të kaluarën. Edhe pse ndihesha, sillim ndjenjën, edhe pse ndodhte ose ndodh, unë e dua dhe pranoj veten time. Me dorën tjetër tani, pjesën tjetër, më intereson të shirohem nga ndjenja, silli ndjenjën, edhe pse ndodh, silli situatën. Më intereson të shirohem, sillim ndjenjën, edhe pse ndodh, sillim situatën. Dua të shirohem nga ndjenja, pavarësisht që ndodh, sillim situatën. Dua të shirohem edhe një herë nga ndjenja, pavarësisht që ndodh, sillim situatën. Pranoj të shirohem, pranoni të shirojeni nga ndjenja, pavarësisht që ndodh apo nuk ndodh situata. Qëndrojmë drejt tani dhe fillojmë teknikën EFT. Të godasim mbrapa,
Godasim te qafa, ngjitemi lart te koka. Kemi në mendje ndjenjen dhe situatën që na shkaktojnë. Situatën dhe ndjenjen që na prishin qetësinë, harmoninë, lumturinë. Vëmë te balli. Ulemi te balli, godasim te balli. Shpresim në anën e kokës, te tëmpset. Godasim këtu te veshët. Godisim te veshët nën vesh. Te qafa, te gryka. Te faqet, tani godisim te faqet, poshtë syve. Vitoni përsëri te vetullat, godasim te vetullat. Qendra e vetullave, te mjekra, te gryka, te krahori, te sqetullat, njërën sqetull, sqetullat tjetër, gishtat. Okej, fillojmë edhe një herë nga mbrapa. Duam të ndryshojmë energjinë tani, të shqirohemi. Fillojmë nga mbrapa qafës, njitemi lart e koka, lart e maja e kokës, anët e kokës, te balli, te vetullat, te faqet, poshtë syve, te syt, mbi sy, mbi buzë, në buzë, te mjekra, gryka, tiroidet, krahori, qendra e krahorit, anët e krahorit, sqetullat, sqetullat tjetër, gishtat, gishti madh, gishti tregues, gishti mesit, unaza, gishti vogël, ana tjetër, 1, 2, 3, 4 dhe 5, edhe një herë, 3 herë. Vazhdojmë te qafa mbrapa, godisni një çik, jo thjesht masazh, të qarkulloj energjia, te qafa, te koka, maja e kokës, anët e kokës, te balli, vetullat, poshtë syve, te faqet, buzët, poshtë, mbi buzë, hunda, anët e hundës, qendra. Në qendër të vetullave, godasim te faqet përsëri, ulemi poshtë, te mjekra, te gryka, te krahori, te sqetullat. Sqetullat, shohim nëse ka ndryshuar energjia disi, sqetullat, gishtat, dhe jemi qëndrojmë me këmbët kryq dhe shohim aty. Masim edhe një herë nivelin e intensitetit. Nga 1 te 10, përsëri shohim nëse ka ndryshuar disi, ose nëse është ngjitur, ose nëse ka ndryshuar, ose nëse ka qëndruar e njëjta. Dhe tani do vazhdojmë PSFF. Fillojmë tani përsëri kontratën tonë me në ndërgjegjen, fëmijën e brendshëm, trupin e dhimbjes, veten tonë të lartë dhe Zotin, menoren, që të çlirohemi nga çdo traumë dhe nga çdo memorje e traumës në ndërgjegje dhe në çdo dimension tjetër. Fillojmë tani të godasim vetullat duke afirmuar me mua. Përsërisni fjalët me zërin tuaj të brendshëm në lidhje me këtë çështje. Pranoj të çlirohem nga çdo ankth dhe nga çdo memorje e ankthit në ndërgjegje dhe në çdo dimension tjetër. Poshtë syve, në lidhje me këtë çështje. Pranoj të çlirohem nga çdo frikë dhe nga çdo memorje apo shkak i frikës në ndërgjegje dhe në çdo dimension tjetër. Vazhdojmë te gryka në lidhje me këtë çështje. Pranoj të çlirohem nga çdo zemërim, inat apo shkak i zemërimit apo inatit në ndërgjegje dhe në çdo dimension tjetër. Te krahori në lidhje me këtë çështje. Pranoj të çlirohem nga çdo faj apo shkak, memorje e fajit në ndërgjegje dhe në çdo dimension tjetër. Gisht i madh, pranoj të çlirohem nga çdo turp apo shkak apo memorje e turpit në ndërgjegje dhe në çdo dimension tjetër. Gisht i vogël, pranoj të çlirohem nga çdo faj apo ndjesi, memorje apo shkak i fajit në ndërgjegje dhe në çdo dimension tjetër. Vazhdojmë te vetullat. Fal veten time për çdo pjesëmarrje në këtë çështje. Jam munduar gjithmonë për më të mirën dhe gjithmonë do bëj më të mirën.
te vetullat poshtë syve, falë të tjerët, për çdo pjesëmarrje në këtë çështje. Dhe ata mundohen për më të mirën duke marrë parasysh kufizimet që kanë, eksperiencat e tyre fëminore dhe kontratat shpirtërore që kemi ndërmarrë për t'i dhënë mësime njëri tjetrit. Qëndrojmë drejt, marrim një frymëmarrje të thellë. Dhe shohim tani, bëjmë një rivlerësim të ndjenjave nëse i kemi, nga 1 te 10. Dhe tani do vazhdojmë me teknikën Ho'oponopono. Të ndreqim ato memorje që ka ndodhur, le të kuptojmë tani, le të pranojmë që kjo çështje, kjo eksperiencë nuk është rastësi në jetën tonë. Është aty për të na treguar, për të na mësuar diçka. Le t'i japim në ndërgjegjes të kuptoj që kjo çështje është aty për të na lidhur dhe për të na sintonizuar me të vërteta më të larta. Le ta pranojmë tani çështjen si një mësim dhe le të pranojmë veten tonë kështu si jemi. Dhe tani nëse dëshironi, ndjeni mirënjohje për çështjen, për çdo mësim dhe për çdo shans për evolim që na jep ose na ka dhënë. Provoni të ndjeni dhe mirënjohje. E ndjej mirënjohje ndaj vetes tonë. Ndjeni mirënjohje pavarësisht çfarë është çështje, person. Dhe tani e shqirojmë çështjen nga nevoja për të vazhduar, të na ndikojë. E çirojmë çështjen nga nevoja për të vazhduar të ekzistojë. Dhe tani le të kujtojmë le t'i kujtojmë mendjes tonë çfarë, cila pjesë e personalitetit tonë rrezikon aty. Nga ky stimulim, nga kjo çështje. Është çështje vlerash, është çështje kontrolli, është çështje frike, është çështje kënaqësie, është çështje sigurie. Çfarë është aty që na bën të trazohemi? Cila është përgjigjja që jep tani mendja juaj? Çfarë është aty? Çfarë rrezikohet? Om Bhuvasvaha
Dhe tani çojmë kyçin e djathtë të dorës mbi kyçin e majt dhe I bashkojmë duart së bashku dhe I bashkojmë te krahori. Njëkohësisht kyçi I djathtë I këmbës qëndron mbi kyçin e majt të këmbës. Në këtë mënyrë, lidhja midis ndërgjegjes dhe nëndërgjegjes është më e fortë. E tani dua që të gjeni një të vërtet alternative që kur e mendoni ose kur e ndjeni ose kur e jetoni ose kur e kujtoni ju bën të ndjeni më mirë. Një besim, një të vërtet alternative cila është që do ju bëj të ndjeni mirë të shliroheni në lidhje me këtë çështje, cila është kjo e vërtet që ju kur e sillni në sipërfaqe ndjeni më mirë. Silleni tani atë të vërtet dhe bëheni tojën. Ndjejeni, mishërojeni, pranojeni. E cila do ju çliroj nga çdo barr. Pranoni të vërtetën tuaj, e cila vjen nga zemra juaj, dhe që do ju bëj dhe ju bën tani aktualisht të jeni më mirë, ndjeni më mirë. Dhe le të shohim madhështinë tonë si një shpirt tani, dhe le të shohim veten tonë që s'madhohet. Shihni sa të mëdhenj bëheni. E shihni çështjen që zvogëlohet tani. E ta shohim ka këmbështrimi I një shpirti. E ne rritemi, s'madhohemi. Zemra jonë hapet. Çështja zvogëlohet. Shpërbëhet.